أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Normal se tash duhet hesh do zon. Është orë mësimi, s'ka mundësi me diskutu për asë, nise as ka dalë as me zon. Në uvanun pak në falni, në udhe. Nisë qarim shumë të shkurt lidhe me dersin e gjejt, po e bojmë në formën e informimit, se gjes ka pas ders mas i qinie, edhe në kejt i qinit në Ramazan, ditën e gjumos ka ders. Edhe gjëmotin a kanë pa të pi uj në televizor. Pra i shqerojmë njerëzve se ajo ka qenë një inqizim i gjumoave para Ramazanit. Po ato janë lodhë njerëzve të mëndu se hoxha thanë këtë gjumo, do me thonë atëhere kemi thonë këtë gjumo, po, a dit. Ka qenë atëhere muj shtator. Atëhere kemi pas drejta me pi uj Ramazane, po. Se shumë kanë bo telefon aninon hoxha. Se këtë gotër këto. Në formën e sqarimit, pra. A i mundet hoxha edhe me smeninu edhe me kalzu ders, kur që ta i smut. A edhe smenon edhe ban ders. Mirë po neve kjo s'pë në ndodhë, nësë kemi kur gjojnë, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jetimet edhe për jetimet tona me ajetin 15 në surat të Nahl, insha Allahu ta'ala. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. Inderuar i xhamat, gje në momentet e dersit pasi qindis jetu me ajetin 14 wa huwa alladhi sakhkhara lakum al-bahra, edhe në radh ishte fjala për detin edhe jetu në fakultetin e oqeanistikës, spjegum ashtë sa na deshtëm edhe ashtë sa mundëm me spjegu. Allahu Gjelle Gjelalu atë ajet e përfundoi me atë se në këto detna, në këto ujna të pafund, me një fjalë, ju më në fund thalit të pëtëgu min fadli, ju kërkonim mbështetjen e furnizimit juaj në bereqetin e Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu. E mbëllëm gje me atese, ajo që është nuj, është e shumë fisht ma shumë, edhe atje rëzki juva shumë herë ma i gjonë, se sa është e në thatë. Pra në thatë keni shumë pak që ka me hongër, shumica janë atje. Po, qëshu arrike të rëte ato me dituri, me shkencë, me mësim, me studim, ato mu ishmina me shfridzua dhe thamë prej fjalëve gjejtë se qertë po i shfridzojnë e na po në televizor po shiqojnë. Wa alqa fil ardi rawasiya, vargu i ajeteve në Kurani Kerim në lidhe me delilet, në lidhe me argumentet e Allahu Gjelle Gjelaluhu që sjellaj për qenjën e ti tha wa alqa fil ardi rawasiya, unë tha hodha mbi tokë kodrat. Unë për e prekthaj adekfate pastaj komentin. Tha unë hodha mbi tokë ku kodra. Qka u bo? Ata janë qitë me pinalta? Po i nderuar i gjemot, drejt për drejt, edhe atëhere kur se kuptoj njerëzit, kodrat Allahu Gjelle Gjelalu i ka kriju të fundit. Lëmshi i tokës ka qenë rëmbullakt pa kodrat. A kjo në shkencë do të thot, si pas Kurani Kerimit, kjo në shkencë do të thot se toka për një shkak më të vogël ka qenë lëvizja asaj e mundun. Allahu Gjelle Gjelalu ma vonë i ka kriju kodrat. Ka thonë Kurani Kerim wal gjibala autada, kodrat i kemi mjell, do me thonë i kemi mjell ma vonë. Ato s'kan qenë njarë, ato nuk janë pjesë e krijesës tokës me të parën herë, e pastaj jo janë rrull gjëndiwana, është sistemi i fjallorit perz, i gjuhës perze, për punën e tokës edhe detit edhe tujit, i thojnë koha, sistemi periodik e ka imin gjëndiwana. Për juve sash me rëndësi. A qa, kepa, rrita, rrudha, ftof, ka zarmë poshtë, këtë këto janë fush studimi pas një problem, edhe na nuk i shiqojmë të gjona me sinin negativ tonin, po i shiqojmë me sinin pozitiv.
se njeriu e ka të lirë. Allahu i ka thonë ati kul siru fil ardi fanzuru, hasnin sipërfaqen e tokës, studioni këtë gjonat, asnjë gjë mos e lini pa studiu. Po ka thonë ato gjona që me një periudhë prej periudhave kohore që studimi juve nuk i ka kap, mos veni kombit ose ashtu ashtë edhe u kri. Mos veni komb, unë e kam studiu këta dhe kjo mori fund mo, se fjala studim është pa kufi, aja nuk pranon pik. Fjala studim nuk pranon pik në fundin e fjalës, du të me elan hapon, as që ban 3 pika me i vu, ka ven për shumë pika. Të ndëruar gjëmot, thanë Kurani Kerim Suratu Naba, wal gjibala autada, kodrat i kemi mjell. I kemi mjell ma vonë. Është studimi i ri, si pas djetarëve po thotë se kodrat s'kishin qenë pjesë e tokës me të parëndit, po pak ma vonë janë mjell. Janë mjell, e për shka pra janë mjell ma vonë? Kjo në shkencën tonë ka emnin stabilizimi i rrezullit toksor. Ato janë stabiliteti i rrezullit toksor. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر. الله ka thonë në Kur'anin e Kerim, ja Muhammed, ti shiqon kodrat, edhe mendon se janë të nejtë me një vend, tha Allahu ato janë të hec. Kështu tha. Ti shiqon kodrat, edhe mendon se ato janë të nejtë me një vend, tha Allahu në Kur'an, وهي تمر, tha ato janë të hec. وهي تمر, pastaj ka sjellë shembull për ta kuptuar më herë. Tha وهي تمر مر السحاب, tha si mjegullat që shhecin, tha atëherë në atë kohë ka qenë boll, edhe ka qenë sa dush me i kalzu njerit se ki rruzullit toksor selët, edhe na nuk bajmë as një faj të ulemove, ndoshta ma të hershëm, jo të kejve ulemove, po të disave të shpallën ulemo, të shtirën ulemo, jo këto ka romullak ku selët, nuk selët shkor, këto janë gjona thjeshtë, ajo ashtë që ashtu që shash. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, tha Allahu xhalla xhelalu, i kam i hodh këto kodra me ju mbrojt juve. Ato janë mbrojtja juaj. Në fjalën mbrojtje ka shumë kuptime në Kur'anin e Kerim. Ata ju mbrojnë nga erdhat, ata ju mbrojnë nga frimat e mëdha, ata ju mbrojnë juve me rrezkin që keni, me furnizim që keni në barkun e ative. Ana folem për ata, për gjonat e dzeve dhe ngjyrat e ative dhe nuansat e ngjyrave të llojshme të dzeve që janë në tokë. Ato janë në kodër, janë pa kodër, janë rrafsh, edhe plus asaj tha keni mbrojtje tjetër, ujnat të cilët rrjedhin nga ju, o i nderuar i xhamot, ujnat të cilët rrjedhin për ju, prej kodrave. Në fillim rrjedhin prej kodrave, pastaj në rrafsh. Ato në fillim rrjedhin prej kodrave. Allahu xhalla xhelaluhu wa anta vata i mush ashtu. Me pas qenë ujë në rrafsh, me mendën e njeriut, ka dela i mund me jetë kodrës e s'po ka. Në rrafsh 50 metre bunorin kodrë liqe, mund me jetë sharit ka një liqe. 40 metra i thellë, e ka emni liqeni ftoft. Liqeni ftoft më jetë sharit, a që ku ashtë 3.000 metre, 4.000 metre nëllë. E ti në borën tanë 50 metre i në thellë s'ka ujë. A gjenal duhet këtë ujë, si pas logikës së shëndosh, e pas taj e shfridzon a i që ka shpijen ma poshtë, a i që ka ma poshtë se ujë i ven, e i kalon të gjithë më ren. Allahu punon me të drejt. A i thanë Kurani Kerim, në lidhe me ujnat, tha, wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum. Tha, spjegoju ja Muhammed, se ujin unë javë kam da. Tha, thuju, njerëzije se ujin e kam da unë, po e kam da me të drejt. Në majet kodrës ka ujë, edhe ka për të dionët. Në majet kodrës shka ka që të sen, ka borë, e ka rrafëm rraf kodrës, pas taj bora është ujë, e ka për kejt, e do ujnë atë derdhen me një dretim 5.000 kilometra, ujë qëtër derdhen 7.746 kilometra me një drejtim, lumi e cili e ka emnin Nil, e lumi qëtër derdhen prej veriut në jug, ma i gati për 47 metra prej këti lumi që e cakëm, edhe ma i gjatin bot, i përbër prej di lumejve të quajtur njëni Mississippi, qëtëri Missouri, njëni rrëdh prej verit në lindje. Allahu xhalla xhelaluhu çative njerëzve prej pikës parë ku buron deri atje ku derdhët, javë ka çu për skaj derës lundrues. Lum lundrues, ka thonë Kurani Kerim, wa anhara, kodra, wa anhara, edhe lumej, kështu thonë Kurani Kerim. Ju kam bë kodra me ju mbrojt,
nëse që ajo bora që bjen në rafsh edhe batis njerëz, në kodër bjen edhe më me shumic edhe ngrijet me njëherë, ti më njëherë si muslimane ke obligim me thonë alhamdulillah që edhe atë o zot nuk e bone shi atje, ne edhe uj poshtë rafsh ka të në batis, po në malë borë, a gjë është uj ngrim, Allahu të ka mëshiru mirë, a i të ka mbrojt në atë kodër që ka bo borën e ngrim a gjë, e tani ti kjo në rafsh që ja shkon në gjë, e vjen qetra prej malit nga dal duke u shkri, edhe ti e nuk të ban dam, e ta mush bunorin, e ta mush sistemin, e ta mush pendën, e ti mush enët, ti ban kafshet me pi uj, e për kejt ka, prej ku ka, prej në kodër. Allahu tha gjellë gjellë ju kemi bo kodra mbrojtëse në regull. U anhara, tha dhe lumej të quditshëm, lumej të rjënshëm, lumej të freskët, tha ma në furata, uj të freskët. Ju për i përdër një mirë, do njëherë për i përdër një keq ato, për i përdër një mirë atëherë kur për i përdër një me ujit, edhe për i bani pendat, pastaj pendën keq për i përdër një. E për përdorni në atë rast edhe ujnë Allahu gjëlle gjëlelu u keq. Hitleri në luftën e ditë botnore, kur zgjeti shka mi u boni popullet a gje ka vendi i quajtur Vlajaka, a i mur ato të ceradat e modelit të ati, edhe i vunin Danub për skriqi, javshloj ujin në rafshinën ku ishin të nejt, njerëzit fukara me qadra të varfur, javshloj ujin 3 metre, 4 metre trash, edhe i mur ato pëso dhe ma dit vorri ative nuk dijet, unë e mendoj se vorri ative andetin e zi. Aje përdori, këta qashtu që që përdori, a i logike ati këtë përdori. Allahun Kurani Kerim nuk ka thonë kështu, ka thonë u anhara, unë për i smeli këto argumente dhe shërbim, për i nënshtroj për ju, ka lume i lëndruës në botë, ka një luma gje në Bangladesh, ka emnin Sanj, lumi qetre ka emnin Kanj, pra Sanj dhe Kanj janë di lume në Bangladesh të mdhaj në tuës, vetëm njëni ka 10 deg lëndruse. Ato rjedhin nga mojet e Tibetit, nga akullnajet e Tibetit, janë me ujna jash zakonisht tëftof, për shkak se gjithmona është uj akulli. Gjithmona është uj akulli. Lumit Nil, i kanë thonë Mubarak, Nili i ndershëm, me të vërtet Mubarak. Allahu Gjelle Gjelalu nuk flet asë një gjak të pahije. Shkat përmende aj është e ambël, e qetra shkat vene edhe me ambël. Ambëlsir mbi ambëlsir. Allahu Gjelle Gjelalu ka po Furatin edhe Dijlën, lumin Sejhun edhe Gjejhun, lumin e Amazonit, aj lumik më kreshnik në bot, në formën e detit është aj, lumej, tha Allahu, anhara, edhe lumi joti cili kalon katon hin këtu, edhe aja këtu. Se as njenit si ja ka përmen emnin, pra kur si ja përmen as njenit emnin, atëherë hin edhe lumi jot këtu në Kurani Kerim pra. A mirë përdorti ata? A mirë përdor ata ti të thuj se o ju na, që to qka jemi këtu, a organizohemi na që ta shëndrojmë këtë lumin ton si ka qenë kohën e Adem a.s. A hoqë ke shku largë, pse zvjen maknena, në cëllën vit ti je i lindur, unë jam i lindur me 2-5-1, e po, pse po shkon të Ademi? Maknena. Unë pra me këtë vite erdha prej fushe me ti e zbashku, e në me disë fshatit murëm abdes, edhe hine me falem gjumon në gjami. Me disë fshatit hine murëm abdes, erdha me falem namazin në gjami. None a jemi edhe jotja të leshtan pranverë dhe në visht, i lajtin mesin e fshatit në pirajk. Nusja e re për lihurën e vetë, e lajtin me disë fshatit në pirajk. Qezi u lajt në qatë lumë, ta shtja ban me u la bulli ati? Ati runa zot me që bullin, se bullin e përlongim me që me lati. Kush e boni këta? Këta e ka bo dora e njeriut. Dora e njeriut e cili nuk ka kujdes në argumentet e Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu se qka dhe thot një gjë e pastor me të cilin ash jetë e lidhur. Pse për i japim o gjallarët? Pse unë për i jap ka qëransi fjales uj? Pse për i jap ka qëransi fjales lum? Se Allahu në Kurani Kerim ka thonë wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Gjdo gjë të gjall e kam bë prej ujit. A i ka thonë kështu në Kurani Kerim. Për nisim ajetin pra pak me herët. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda
kanata ratqan fafataknahuma. Tha s'po e shohin njerëzit se qiellet tokë kanë qenë një fërllëmuç, kanë qenë një lëmsh një herë, pastaj I kemi ndana se I cilën në vetvetiu në ti shku në vetën Ibn Abbasin për këtë ajet. Thënë çka ka kjo ajet kuptimin, tha ka qenë toka e thatë, ka qenë qielli I pashi, e pastaj Allahu xhelle xhelalu ka urdhëruar që kjo tokë ta vullohet mirë, ujnat që janë në të e brejnë vjen shi prej nalt, ka urdhëruar Zoti tokës I ka thonë ti me bë bereqet për njeriun, e qiellit me I dhanë ujë njeriut, edhe ka thonë kështu në Kur'anin e Kerim wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, prej ujit çdo gjë e kemi kriju të gjallë, e kemi bërë të gjallë me ujë. Pra ai që merr një fletë, ai që merr një letër në dorë, ai që merr një mendil në dorë, ai që merr një pallom në dorë, edhe atë me ata e fshin hurën, edhe I jap zor lum, kjo është katastrofa shekullore. Kjo është katastrofa e shekullit. Ai që I prat thonin me briskin e vet, edhe e hedh lum, ai është antinjerëzi, ai është antinjerëzori më I madh që ka pa bota. Ai është antinjerëzori më I madh që ka pa bota. S'ka pa kjo botë më të keq mo se ai që në ujë hedh diçka, ai që në ujë hedh mendilin e hunës, ai që në ujë hedh thonin që ka pra prej dore, ai është ai që nguli fjalës jetë thikën në shpinë. Se Allahu tha prej ujit kemi bërë çdo gjë të gjallë. Pra është jetë, e pra jetën e ke vra. Ai gjun me revolën e vet, me CZ, ai gjun me CZ, ai gjun me Valter, ai gjun me parabellën e vet në shpinën e asaj që në këtë botë ka emrin jetë. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Fa çdo gjë që hec, dabbe I thojnë kullu ma yadubbu ala al-ard, çdo gjë që lëviz me kamën e vet në këtë tokë e ka emrin dabbe në Kur'anin e Kerim. Çdo gjë që lëviz, çdo gjë që është e gjallë, fa Allahu xhalla xhelalu prej ujit e kemi kriju. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Çdo gjallës prej ujit e kemi bërë të gjallë. Wa minhum man yamshi ala batni. Tha do hecin me bark. Prej këtive që I kemi kriju prej ujit, do hecin me bark. Wa minhum man yamshi ala batni, do hecin me bark. Wa minhum man yamshi ala rijlain, tha do hecin me di kom. Wa minhum man yamshi ala arba'a, tha do hecin me 4. Suratu Nur në juzin 18 në Kur'anin e Kerim. Tha do hecin me 4. Pra do me bark, këta janë gjarp një bolla, qetri meren, me di kom unë edhe pula, tu dit këto imina me ka di kom, edhe me 4 janë ato që I kemi në nar. Kejt këto unë, ti edhe pula, edhe ato që I kemi nar janë të kriju me prej ujit, tha Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanu. Ai faktikisht a ka emrin jetë, nuk ban me vra ata, nuk ban me vra jetën. Thonin kur ta presh mëse çit të lumi, mëse çit të lum ata. Mirë, kjo është rregull Islam. E na a jemi afër diku na thu, duhet ta studiojmë këta, pa u prek fare, na jemi afër. Po, na jemi afër. Me kejt shka I qes me të pricat nga veti, jemi afër lumit. Me ardhë një shtet I fuqishëm. Me ardhë një shtet I fuqishëm, nëse mormi parasysh ku shashaj. Me ardhë një shtet I fuqishëm. E me I vu lumit to një shtrat. Lumit qetrit katrun një shtrat, e një shtrat. Me bo një bari dhe gjelbët ras lumit. Edhe me nu një njeri ati me rujt, nuk dim me u gëzu se u bo shumë mirë, po dim me u mërzit se shtis lanë me qitë këtu dishka. Këto jemi pra, kështu jemi. Larg jemi na pjasaj. Pjasaj që duhet unë I kam prethojt, si janë për ti qitë lumë. Për dushkin që thamë, mos e shtin, o mina shajar, mos e shtin parën në shpi të drunit, të shkozës preme në mal, kështu Islam e ka ndalu. Parën e shkozës dushkit preme në mal, mos e shtim të shpia atë para se ja ki prej kolosën ati hajvanit. Kështu kemi thonë, ishte ushqime hajvanit me Kur'anin e Kerim, para 2-3 ditëve. Në rregull, kështu thamë. Neve këta se morim parasysh, të e morim parasysh. E morim parasysh, shumart s'polon me lujt kërka hiç. Edhe ngusht, më njëherë ngusht. Shumart s'polon me lujt, më njëherë ngusht. Nuk e dim në atë çka do të thonë. Na duhet mësojmë, pra ne vetëm kur të mësojmë e dim. Atëherë këtë që shka s'pojhim në anena.
malin ton për mi shpijat e tona e mjellën borë. Ka që shka ato e mjellën borë, ka meta, i ka ngellë, shti abo 12 metre. Sa shpun hoxhe po thojnë, ama unë e disa apë na jeme. Unë po flasë që kam ledzu unë, ato që kanë ledzu të flasin qertë. Një pelevane keshin pytë, pëse ti po kalzon veç shka i ki urzu njerëzit e kurs po kalzon shka të kanë urzu. Tha ato shka i kam urzu une, kalzoj une. Tha ato shka më kanë urzu mu, jam të kalzu dikun. Kush më ka urzu mu, ato kalzu a gjitha, unë po kalzoj shka i kam urzu une. Unë po tregoj shka kam ledzu unë, se prej kejt druve që në ketë vote ka në gjirën e gjelbërt. Në gjirën e gjelbërt, prej gjonave që në ketë vote në gjirën e jeshile kanë. Ma i dashuri dhe miku, ma i madhi mushknive të njeriut, ashtë druni cili e ka emnin bërë. E pastaj qam e me radhë. Druni cili mushknia jote mas shumë të dashuron. Ai që veriu kalon në përta me fishklimën e vetë, edhe vjen në fshatin tanë, me gryja jote, e fmite to, e ti, me një ajrë të filtruar me mënirën më të bukur, kalon vetë ka katun i jotë, ti dele dhe bosh, aq i dobet, bosh, aq i lënduar në të menduarit tëndë, edhe merë spatën dele ati, s'kesh ka me bërë shka, ja hini drunit, edhe thu kështu, po këta duhet me praptu, këta dërzava kamel. Po, kështu, edhe asfaltit do i kanë ra kazëm, se dërzava e ka maru këta. Asfaltit i kanë gra kazëm. Do e di shka bojnë, do e vaditin e ujitin arën e vetë, me cev, me gyp të sistemit e ujitin, edhe ju banë 50 herë ma shumë bereqet se sa banë në vakcince dhe të ti, ku sanë sisteme dhe në vishtice, në kushtak, e qeter, këta e bojnë. Që ati cevi që e hudh ujin me shumis në arën e vetë, i hip me traktor ngarkut për myta. A e shti pa ta thot, kja i dërzhavës. A harron se ujin aja të qitë në rën e vetë. Harron se mës me kona i ki botë shumë i varfër, nuk merë gjo. Kejt e harron këta. Duhet me pas koncepten këtë botë, o burë. E po mirë nesin regull. Po që kjo që i kana mas i kana në dërzhavët, po zash kam i prish. Po këtë biletën ti kur po hip në aeroplan me shku në Düsseldorf, në Cirin, Bern, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Bremen, Hanover, München. Qaj balorin që ti po hip me shku për 2 orë, aja jo ti ka? Pse ti po hip ati? Po mirë, a mos keti binar trenit prej atine të rinë Dortmund, prej Stambolin në Durs, binar të tutë Shines, po edhe atë e në dërzhavës. Pse po hip ati me hes? Pse? O ndoshtë eventuali, pse po do me një mina, dinamita, shka mi po, hela që asaj, pse kështu, shka u po me tije? Jo, këto gjona nuk kuptojnë kështu. Këto gjona nuk kuptojnë kështu. E po, hala dhe pak, po him ma fel. Nektar të bananave, që po pinë duqan shteti e ka prua ta, ajo është madhe in Israel. Lang për i bananave që bonë në Israel. Po shkon për i blenë në duqan ata, e pse s'po thu, jo, se blej, dërzava, sa ki nuk e blej. Unë mendoj që me atë shka privat, ke ma shumë problem, bile se për sokat e kam fjallën, për gazozat. A ki pa privat sa është mas për ati qetrit? Këto koncepte duhet ra poshtë, po aj qis na kupton se shka po thojmë na. Thot dikush, kipi dil ka në kra dove, për Sulejmoj ka dove. Do qerë, aja ma bash atare bash heq, mos e di shka imi të thonë. Aja ma bash kërkun sa është lidhe heq se ku jemi. Ati jonë si kanë faj. Allahu Gjelle Gjelaluhu tha wa anhara. Edhe është jo rasisht që në Kurani Kerim, një varg i gati ajeteve për në gjennet fletë se do të keni lumej. Jo rasisht fletë se njëri pranë lumit knoqët. Jo rasisht a i fletë se pranë lumit njëri e gjonë madhënijën e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Arabët e Egjiptit kanë pas një tradit në gjahilije në Egjipt. A i nili i kalon për Egjipti, ven për i poshtë Uganda, Kenia, Sudani, Egjipti, këto shtete i hesmeren. Kanë pas një tradit gjahilijetit, kur ka qenë para islamik periuda. Gjdo vjetë e mirëshin një qikë, më të bukurën në Egjipt, më të bukurën. Edhe e veshin në veshën e nusës, që shkon të burre adit, edhe e qitëshin nil, e gulfatshin ata. Se e kishin kështu në besimin mitologjik të ative, besimin e paganistik të ative, se kjo si të qitet nujt gulfatet, nili nuk shterët mo. A i vend të në bje nuj. Ashti, në dëgjom një, unë për spjegoj ishte fazën e gjahiljetit, apo?
Në gjahilije, kur s'ka pas Kur'an, kur s'ka pas Muhammed, kur s'ka pas argumente hinore me ditë se që duhet, ato e konsiderojshin shterjen e lumit Nilit katastrofë, po e paguishin ardhen e ati me gjak si pas besimit ative, se si ta qes mi këtë qikën, ma bukuroshen e Egjiptit, misin e kësaj kohës tonë, e qesim niltën e venuje dhe vaditmi tokat e Nilit, fushën e deltës edhe qetrës, nga të fushë që i mellët dherin 4 herë për një vit diqka. Mirë po gjematin dërshëm, a i prapu shterke. A i prapu shterke. Ato e gulfatshin qikën më të mirë në Egjipt edhe a i prapu shterke. Pra në tregoj Allahu se sa është kjo me këta e lidhën. Në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, 23 vite me vahi, vdiq alayhi salatu wassalam. Erdhe Abu Bakri 2 vjet e 3 muaj e 9 ditë khalife. Vdiq edhe ai radiallahu ta'ala anhu. Erdhe koha e Umarit, khalife i muslimanëve 12 vjet e 8 muaj e 11 ditë. Erdhe njerëzit e Egjiptit që kishin kaluar në Islam, thanë ja Amir al-Mu'minin, Nili prap po shterët. Dhe Nili po shterët, tha na po e bojmë tonën, ai prap po shterët. Tha keti diçka për këtë problematik. E mori Umari i Madh radiallahu ta'ala anhu një laps. Edhe një letër shumë të vogël edhe shkroi në ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ja Nilu, in kunta tajri bismillahi fajri, wa in kunta tajri bi niyatin ghayri Allahi fala tajri. Umar ibn al-Khattab. Tha marrë këtë letër. Qit në Nil tha. E shkrojnë ta, o lëmë që të ka kriju Allahu, o Nili Allahut. Tha nëse rjedh me emnin e Allahut, tha rjedh në vazhdim, e nëse rjedh ti me emnin e dikuj, qëtër kuj, kur mos rjedh mo. Tha qitë në nuj këta. E qunë letrën a i delegacion e hudhën Nil, prej asaj dite, prej ati momenti, e deri më sot, a i as njëherë nuk ka shënu se ka ra prej shtratit vetë mo. As njëherë nuk ka shënu. Deri kur ka nërë zullëmqarët. Deri kur ashtë ndërtu penda e shkatrimit e qujtur penda asodit. E kanë maruat atë durët e ndita. Durët më të nditat një popullit më të ndit në botë. Ashtë i pak ati, pak këtu, pak ati, me nal, me shlu, me nal. A i prapa është a i famozi, a i prapa është a i grandiozi, i mushën që zbukuron qytetin më të bukur në botë, 25 milion banor, me 3 degët e ti të bukurat të njora. A i që bjen plunin e 7.000 kilometrave, majën e shkratinës, plunin shkratinës më bere që të linë botë, me hedhjen e ernave që kalojnë bita, ka ven me ra shumë plunë edhe ven gjithë një trubull, edhe i kap arat e arabëve në fushën e deltës 240 kilometra, ja vlen majën e këfasacit, majën e tokave 7.000 kilometrave, për ati kur shkuje njoni për juve në vizit shef, njoni për e mjell misrin, a i qetri po e punon, njoni po e mush, a i qetri po e qeron, njoni po e pret, a i qetri po e vel bëstani, njoni po e mjell, njoni ty e shej, qetri të e punu me shati, e kështu një fush e bukur që s'ta ka pasin jas një herë, edhe nuk javë bora prast interesanta. As nuk javë mit lunet në pranverë, as nuk javë mit prast, as nuk javë mit lunet në pranverë. Inderuar i gjemot, një fjalë ka ardhë në Kurani Kerim, ka thonë anhara, keni shenja në këtë lumej të bukur. A thonë në gjennet, kur do të hini në gjennet, insha Allahu Ta'ala, e insha Allah ju se më harroni muë, e i thoni Allahu Gjelle Gjelalu, po edhe atë që na imsej këtë punë, pra po kemi qef. Inna alladhina amanu, wa amilu salihati, lahum gjennatun të gjri min tahti hal anhar, fa ato që besuan edhe banën punë të mira në këtë bot do të hinë në gjennet. Ashtë shumë interesant hirja muslimonin në gjennet, ndëruar i gjemot. Ashtë shumë interesant, do të hinë në gjennem lit në gjennem, e gjennet lit të dera gjennetit me hinë gjennet, ative ju ven marre. Ashtë interesant me gjennet lit, ju ven marre të dera gjennetit me hinë gjennet. E dini pse ju ven marre? Ative ju ven marrë me hinë gjennet për një punë shumë thjesht ju ven marrë. Kur të there mreti tije,
e ti qosh gjithë natën e lume, në teleon ti kre flok të utucën sën për ujdis. E heke këtë setre, bemat setre. Heki këto pantole, bemi këto pantole. Fshimi këto kundra, drejtomi këto toje, këto se ku jetu shku me dit, ku jetu shku beti ma. Mirë, po ti e paramendon se te mreti kur t'hish, e paramendon t'i qish me tonën se a shumë mirë. Po bash salonët e ati se ki pati halase që shash. E kur t'afrosh të dera, e kur t'a shifësh me miliona herë ma mirë se ti që ki paramendu, e nalësht të ati e këshirë pak vetën, aj, i thu vetës, shti una, jam për këtu, qka u bo me muë? Një punëtori ati thot, thot, hin. Shumë ka shpregadit për ato, me lagjet vinë të dira gjennetit, me lagjet kusë të udhuluha bi selam, selamuna, hini, thot qështu, hini, mos ju veni marra, hini, se për juve, udhuluha, selamun alejkum tibtum, fadhuluha khalidin, hini, ani se jeni ka shtë vogël ju mendoni, po ju keni qenë musliman, s'ka pas faktikisht musliman të vogli, veç ato shka janë zvoglu, hini në gjennet, hini, e shka u bo shkakata në të në saraje ka në gjennet. Tha të gjërimin tahti hel enhar, rjedhin lumej në ta, për me imbush sit, po jo për ata që i kanë zonë lumejt në këtë bot, po për ato që i kanë hap lumejt, jo për ato që i kanë ndot, po për ato që i kanë pastru, jo për ato që i kanë hull lumë shka kanë gjetë tepër, po për ato që i kanë hek prej lumit diçka. El gjezau min gjinsil amel, Allahu thajon ka thonë na paguim prej lojit punës, soji i pagesës ton ashtë i lidhun me sojin e punës që e ke bo. Wanhara wa subulan, edhe rrug, pra kodra lumej ka thonë edhe rrug, wa subulan la'allakum tahtadun, tha Allahu, eventualisht ndoshta mos e keni qartë programin, kështu thot Allahu xhalla xhelaluhu ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, eventualisht ndoshta mos e keni të qartë mo kejtë se shka po flasim. Wa subula, rrug, për cilët rruga fjala këtu, rrugët që hecmina janë shenja, qojnë për një vendin qëtër, nisë shprej të shpija, emnin s'di me shkrujt, mbi emnin s'din me shkrujt, referat s'din me maru, lutjes s'din me maru, ankes nuk din me maru, komunikat s'din me lishu, këtë këto si di, me thona, din me maru një, shqip po i thëmë, një zhalb, o jo varë rëvët advokati, po a din me maru një mold, jo la sa ta s'din, pra në regull, kush i mush këto, që shtu s'di, që që ka s'di, ama me ka për kërën drejt në qabe. Pik të drejt në qabe shkon me kërën. Allah në Kurani Kerim ka thonë, wasubula, edhe rrugët me këtë bot janë shenja ime. Kjo ka qenë dëshira ime që ato t'jenë caktume, jo salma, po caktume ka me hec. Ona e djatë me hec rrugët caktim i rahmetit Allah dhe gjelaluhu vë gjellëshanu. Për ato njerës që janë morë vesh me hec nënën e gjatë. O i ndëruar i gjemot ka thë, la'allekum tehtedun, tha eventualisht mos e keni mo në plan me thonë se po, tash jemi t'joftum me këtë procesin. Edhe vazhdon në ajetin 5-16 thot, wa alamat, wa alamat edhe shenja. Shenja për me hec, me shku me një vend. Këto në Kurani Kerim nuk janë për qëllim shenjat të cekuna me gjithë se janë përfshise, po nuk janë për qëllim shenjat e komunikacionit. Ato tabelat mbi autostrad edhe shenjat e rëmullak të kufizimit në në gjath. Nuk është për qëllim kjo. Ka thonë wa alamat. Po Kurani Kerimi fillon prej fillimit e përfshin edhe këtë. Edhe kjo është ati se ka për ato që s'kan shenja, për shembull pins lupçan te rin corotic, nuk ka shenja kërkon për skajtullës. S'ka për vakcinës me shku s'ka shenja. Ka thonë për shkak çfarë shenja ka? Kur të nisesh me shkuti piktu e në podjev, kur dëllësh, po, që të pari duhet se ki guri belanocës nishan. Kur shkojsh ma anena tëne, këta drut e kupilachës nishan. Tu shku ma anena pastaj, kjo moja e zhegrës nishan. Këto janë shenja, po. E kështu e gjonë skejnë e dunjosti me këto shenja. Tha Allahu gjellë gjellë wa alamat. Tha dhe shenja. Ta shtë janë modernizu, mirë se janë modernizu. Shkup, Nish, Istanbul, Frankfurt, Stuttgart, Minhen, Paris, London, Amsterdam, Rotterdam, janë modernizumo, janë nun tabel për të menqurin.
Një ngjarje e ka vendin, s'ka gajle. Një profesor që më dha mësim në Gjermani në universitet, ndoshta kam kallëzuar një herë në dhomë, ndoshta në xhamis prish punë fare. Prej Madridi deri në kufinin e Gjermanisë nga Kölnit, ai më kallëzoi mua këtë ngjarje, tha një njeri më vike me kerr mas. Aq shumë tha u pa të nervozu me ta. Ati ku nalësha unë nalkaj, ku flishna unë flikaj, ati ku hajshna unë hajkaj në të restoran. Kur dirshna në rrugaj mas muhe? E tha, këtu hi në Gjermani, tha unë e mora një drume ja hi. Prej Sponjës, kejt Sponjën, kejt Francën, në dha gatë shumë. Tha, kur ju hapa në drume i rafa, më tha, o, ti, nalut ka udhej di shka. Qka ke, tha, pse po më shkon mas 6.000 kilometra? E nëzeri, tha, një letër pi gjepi, tha. Hine këta, përshef, ti e ke në kërë në tabel, këtu jam të shku dhe unë, shenjat si dis, di me ledzu. Ma kanë dhonë të shpia, ku ta shifësh këtë shenj mas ati kërri me hec. Ti e ke këllë tabelën e kërrit edhe unë e ma kanë dhonë që e këtë shenj. Unë zdi me shku në këllë, se si di këtë ma vitët, si di këtë për rrugë. Unë jam të të hec, mas ti e se ti e të shku ati ku jam të shku në. O, i nderuar i musliman, a thash në regull që ti nga ki shembullin i njeriut analfabet të mirë shembullin më të bukur në këtë jetë se dë një shenjës për me mrin këll, për me mri të vendit dush me i shku mrapa? Edhe Zati pa shenja nuk uftohet. Allahu në Kurani Kerim tha wa alamat. Çka thot një shofer i kerrave pasi që drita e gjelbër tash për me kalu, katë hecë në dunjo vesh mas jeshiltave me hecë. Ku mrin? Ku delaj? Ku shkon me isprami? Që tu jeshil, kjo me hecë kjo. Edhe hecë. Nuk krishin qëtëra jeshil e kalme, për njafë, për shmajt, se këshira hish fare, jeshil hecë. Ku mrin ki? Kisë mrin kërkun, pra ka të kuqe, ka të verë, edhe ka të gjelbërt. Dë njëherë në këtë botë dush mu nalë, dë njëherë dush mu pregadit me hecë, dë njëherë dush me hecë, po dush me i studiua, të dush me i dit ato punë. Edhe shenjat e komunikacionit njerëzor janë edhe më modern. Shenja, kur është në komunikacionin trafiku njerëzor semafori kuq? Kur tjetë të folë qetri, kuq e ki për para? Njoni ja ka nisa të folë, ti e ke kuq, na pse s'folë mi shti kejtë në gjami? Na, jo për i nati njerëzve javë nalë mi gojë në gjami mës me folë, po njoni ja të folë. Shtja, kejtë mi anis me fola, veç në botën e grave s'ka semafor të kuq. A gja, kejtë jeshil. 35 me një dhomë, 50, s'ka lam të kuqe, veç jeshil, kejtë ato folin, se s'pranojnë ato semafor, nuk pranojnë ligj ato të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ama është interesant, ato kejtë folin edhe kejtë janë të ngu. Edhe janë të fol, edhe janë të ngu, ju mështë të qëtit nëse ato janë qera antena. Ato janë qera antena, nuk janë ato antenat, burrat i kanë antenat trash, ato janë qera antena, ju mësë matni me atë botë, se ajo kejtë botë, krejtësisht qetër. Jo larkë prej botës njerëzore, jo, po në kuptimin kështu është, pra s'ke shka mi bo. E po mirë, si dush mësë me pranu sa është botë qetër, po talon ti e me ndru, pra. E to në natë mësojmë nesër, se ja kishin fillu gratë në dunjo mësë me fol kejtë. Edhe ato kishin fillu një me folë qerat me ngu. Ja, po, na i kemi hetun, ato na i dim, se na bojmë ders në gjami paragrave, ders bojmë, si para burrave. Na dhe bojmë ders, ato kejt folin, po folin aq hund, veç njët se po folin, se di se shka po folin, ama folin. Folin, a di pse folin? Pse së nrin pa fol. Sa shumë e komplikume, folin se së nrin pa fol. A i la 100 kutijat mbiluna, shka që shka fjalla? 100 kutijat mbiluna të shprasta, njonën në dishka. I zot i shpijes kja ki. Tha, shka të dush ban me këto qera? Tha, që ketë më se prek. Që ketë njonën që tu? Tha, këta më se prek. Ajo 99 kutija i kish harrua e shkreta. A tu shka kalon këtu? A i shka ka shti këtu? Këta qish me pa shka ka mrena, e usel gjithë ditën torë leo kolasa i kutijës, gjithë ditën usel. Po ajo e qeli ata, se lapa e qeli. Se ajo të rinrami e ketu plasmës me pa shka ka mrena. Se i thanë asaj, vësh që ketë më se prek. Po, a ka na bod në veti? Ash bod në veti ajo. Zban në të botën, me një fjallë për e kri, ash bod në veti dhe u kri.
Tha wa alamat, janë shenja këto të Allahu Gjelle Gjelalu. Tha wa bin najmi hum jahtedun. Edhe për mbyllim dersin e sotit, Allahu Gjelle Gjelalu tha, edhe me yjet orientoheni. Wa bin najmi hum jahtedun. Kjo është fakultet shtimo. E ka emrin fakulteti astronomisë. Në fakultetin e astronomisë mësojnë këto gjona. Po pak astronomi din edhe xhamati jon, s'ka problem ato din. Askar kur shkojnë a gjej qesin natën zabitlar gjemt, edhe i mësojnë se me këtë ylli duhesh më orientu, është kjo kohë, kënena është veriu, kënena është jugi, kënena nëpërmjet këtij ylli tjetër këta, ylli tjetër ata. Tha wabin najmi hum yahtadun. Me yjet udhëzohen edhe orientohen. Tha ku orientohen? Orientohen thap edhe orientohen ndeti. Ti e ke let në tokë në thatë më orientu, po ke pa mimri të kjo kodra modhe, ti e ke let, po ndeti si ke kodrat e mdoja, a gjas si ke të voglat, a gjas nuk ka lomat shërit largë, me pa fenerin e durësit, a gjë nuk ka fener, pa u afru s'ka fener, si qëli qytet rrëvdetit e ka fenerin e vetë, a shi njofshë me feneri i qytetit, feneri Istanbulit, feneri i durësit, feneri i Vlorës, feneri i Tarablusit, feneri i Aleksandrijës, feneri i Porsaidit, ka fenere. Kush dojë me ditë tani shkan kjo fjala fener dhe të veset ato qertë atje. Kresore, se cili qytet Bregdeti ka fenerin e vet. Mu orientu, Allahu Gjelle Gjelalu sa fenere i ka varë në hapsin për mu orientu ato, tha wa bin najmi hum jahtedun, tha me yjet orientoheni. Nesër insha Allahu Taala do ta vazhdojmë në dersin suratul Nahl me këto shenja shumë të bukura, me këto shenja që neve, me këto na arritet ajo që e ka emrin iman edhe që e ka emrin besim, na zatëm bashkë për atë jemi këtu, ajo që na u ka zbe, ajo që na u ka zvardh, ajo ana e besimit me ujit ata mirë edhe rinia jon me ditë se këto gjona janë obligatorisht na me i ditë së bashku, me i qute shpia me ative që s'kan qenë xhami, me spjegu ative se si shmi vetë në këtë dunjo, shka s'kishmi për rrath na ishmi, vetëm një element i vogël, neve Allahu Gjelle Gjelaluhu kote nuk na kish qunë këtë bot, po ishmi të ngarkuar me detyra. Ishmi të ngarkuar me detyra. Detyra e para është e jo një Allahun me njoft, detyra e dit e jo një është vetë vetën me njoft. Allahun e njofim sa ma shumë dim, vetë vetën e njofim sa ma shumë dim, lillahi l-Fatiha.